Në muajin mars të vitit 1997, kur turm të tërbuar thyenin dyert e gjykatave në të gjithë Shqipërinë, dosjet digjeshin dhe arkivat shkatërroheshin. Në atë kaos, një grup njerëzish hyri në ndërtesën e gjykatës së rrethit Tiranë me një mision shumë të qartë. Ata nuk ishin pjesë e turmës së egër që kërkonte hakmarrje. Ata dinin saktësisht çfarë kërkonin. Në një dhomë të errët në katin e dytë, ku ruheshin dosjet më të ndjeshme të dekadës, ekzistonte një fashikull i shënuar me kodin D993-008. Brenda tij, prova origjinale të hetimit që dërgoi Fatos Nanon në burg për 12 vjet. Dokumentet që vërtetonin ose hedhin poshtë akuzat për vjedhjen e $8 milion nga ndihmat humanitare italiane. Kur prokurori i ri erdhi të kontrollojë dosjen në vitin 1999, gjeti vetëm një hapësirë boshe në raft. Asnjë letër, asnjë fotokopje, asnjë shenjë se ajo kishte ekzistuar ndonjëherë. Kush i mori ato dokumente? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin ato prova që dikush donte t'i zhduk përgjithmonë? Për ta kuptuar këtë mister, duhet të kthehemi në fillim. Në gushtin e vitit 1991, Shqipëria ishte një vend në prag të urisë. Regjimi komunist kishte rënë, por trashëgimia e tij ishte një ekonomi e shkatëruar, magazina ushqimore bosh dhe një popullsi që nuk kishte parë mish apo qumësht prej muajsh. Njerëzit prisnin në radhë gjatë orësh për një copë bukë. Fëmijët hanin vetëm një herë në ditë. Spitalet nuk kishin ilaçe. Ishte një situatë emergjente humanitare që kërkonte ndërhyrje të menjëhershme. Qeveria e re e tranzicionit, e drejtuar nga Fatos Nano, një ekonomist i ri 38 vjeçar që sapo kishte marrë postin e kryeministrit, nënshkroi marrëveshje urgjente me Italinë. Roma premtoi ndihma masive, grur, vaj, sheqer, ilaçe, mjete mjekësore. Vlera totale e ndihmave arrinte në $10 milion. Ishte shpresa e vetme për të shmangur një katastrofë humanitare. Por diçka shkoi shumë keq. Brenda pak muajsh, filluan të shfaqeshin raporte shqetësuese. Kamion të mbushur me ndihma italiane që nuk arrinin kurrë në destinacion. Kontrata të dhëna pa tender kompanive fantazmë. Fatura të fryra për transport dhe magazinim. Ushqime që prishnin në portet shqiptare sepse askush nuk kishte organizuar shpërndarjen. Dhe më e keqja, miliona dollar që thjesht zhduken nga llogaritë bankare, pa asnjë shpjegim të qartë. Kush po I vifte këto para? Kush po luante me jetën e njerëzve të uritur? Në fillim të vitit 1993, kontrolli I lartë I shtetit, institucioni që mbikëqyrte shpenzimet publike, filloi një auditim të thellë. Në krye të tij ishte Blerim Çela, një teknokrat I ftohtë dhe metodologjik, I cili nuk kishte frikë të ndjekë gjurmët e parave kudo që të çonin. Ekipi I tij punoi muaj të tërë duke kontrolluar çdo faturë, çdo kontratë, çdo transfer bankare. Ajo që gjetën ishte shqetësuese. Sipas raportit të tyre, rreth $8 milion nga ndihmat italiane ishin shpërdoruar ose vjedhur. Dokumentet tregonin se kompani private, disa prej tyre me lidhje me politikan të lartë, kishin marrë kontrata pa garë. Çmimet e transportit ishin fryra në mënyrë artificiale. Disa ngarkesa nuk ishin regjistruar kurrë në dogan. Dhe më e çuditshme, ekzistonin firma të nënshkruara nga vetë Fatos Nano që autorizonin pagesa për shërbime që nuk ishin kryer kurrë. A ishte Nano I vetëdijshëm për këtë skem? A ishte ai vetë arkitekti I saj? Apo ishte thjesht një lider I papërgatitur që kishte besuar njerëzit e gabuar? Raporti I kontrollit të lartë të shtetit nuk jepte përgjigje të qarta, por ngarkonte përgjegjësinë kryesore te kryeministri. Kur dosja u dorëzua në prokurori, fati I Fatos Nanos ishte vullosur. Por kjo nuk ishte thjesht një çështje ligjore. Ishte një luftë politike. Në atë kohë, presidenti I Shqipërisë ishte Sali Berisha, një kardiolog karizmatik që kishte fituar zgjedhjet e para të lira dhe kishte ndërtuar një regjim gjithnjë më autoritar. Berisha dhe Nano ishin rival të ashpër. Nano, si lider I Partisë Socialiste, ishte pengesa kryesore për pushtetin absolut të Berishës. Dhe tani, fati I kishte dhënë Berishës armën perfekte, një skandal korrupsioni që mund ta eliminonte Nanon përgjithmonë nga skena politike. Në korrik të vitit 1993, Parlamenti Shqiptar, I dominuar nga Partia Demokratike e Berishës, votoi për t'i hequr imunitetin parlamentar Fatos Nanos. Seanca ishte kaotike. Deputetët demokrat bërtisnin akuza.
Socialistët përpiqeshin të mbronin liderin e tyre. Nano vet u ngrit dhe mbajti një fjalim që do të mbetej në histori. Me zë të qetë por plot ironi, ai u drejtua kundërshtarëve të tij, do t'ju duhet një burg shumë i madh për të futur brenda gjithë socialistët. Ishte një paralajmërim profetik. 3 ditë më vonë, më 30 korrik 1993, Fatos Nano u arrestua në zyrën e tij në Tiranë. Ish kryeministri i vendit, njeriu që kishte pritur lider botëror dhe kishte negociuar me Bashkimin Evropian, u prangos si një kriminal i zakonshëm. Fotografia e tij me pranga në duar u shfaq në të gjitha gazetat. Për mbështetësit e tij ishte një padrejtësi e tmerrshme. Për kundërshtarët ishte drejtësia që po bëhej. Por e vërteta ishte shumë më e komplikuar. Gjyqi filloi në prill të vitit 1994. Prokuroria paraqiti një mal dokumentesh, kontrata, fatura, transferta bankare, dëshmi të dëshmitarëve. Mbrojtja e Nanos argumentoi se ai kishte vepruar në një situatë emergjente. Sipas saj, procedurat normale nuk mund të ndiqeshin kur njerëzit po vdisnin nga uria, dhe Nano kishte besuar ekspertët e tij pa pasur dijeni për abuzimet. Por gjykata nuk u bin. Më 3 prill 1994, Fatos Nano u dënua me 12 vjet burg për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh. Vendimi shkaktoi reagime të forta ndërkombëtare. Amnesty International e cilësoi gjyqin si të motivuar politikisht. Bashkimi ndërkombëtar ndërparlamentar kërkoi lirimin e tij të menjëhershëm. Por Berisha nuk lëvizi. Nano u transferua në burgun e Bënçës, një fortesë e vjetër në malet e Tepelenës, ndërtuar për kriminalët më të rrezikshëm. Atje, në një qeli të vogël, të lagësht dhe të ftohtë, ish kryeministri i Shqipërisë filloi të vuante dënimin e tij. Ai ishte vetëm, i izoluar, i harruar nga bota. Ose kështu mendonte Berisha. Por Nano nuk u thye. Ai lexonte libra filozofik, luante kitar, shkruante letra dhe planifikonte kthimin e tij. Sepse ai dinte diçka që Berisha nuk e dinte, historia e Shqipërisë nuk kishte mbaruar ende. Dhe dosja që e kishte dërguar në burg, dosja me të gjitha provat, do të luante një rol vendimtar në atë që do të ndodhte më pas. Por çfarë përmbante saktësisht ajo dosje? Kush e kishte para atë? Dhe pse ishte aq e rëndësishme? Sipas burimeve që kanë folur vite më vonë, fashikujt origjinal përmbante jo vetëm dokumentet e auditimit të kontrollit të lartë të shtetit, por edhe prova të tjera shumë më delikate. Ekzistonin raporte të shërbimit sekret që identifikonin kompanitë italiane të përfshira në skemën e ndihmave. Disa prej këtyre kompanive kishin lidhje të dyshimta me mafien italiane. Të tjera ishin të lidhura me politikanë të korruptuar në Rom, në kohën kur Italia vet po përjetonte skandalin e famshëm Tangentopoli, ku qindra politikanë u arrestuan për rishfet dhe korrupsion. A ishte e mundur që dosja e Nanos përmbante emra të politikanëve italianë që kishin marrë rishfete nga fondet e ndihmave? A ishte kjo arsyeja pse ajo duhej të zhdukej? Disa ish zyrtarë të kohës kanë sugjeruar se ekzistonte një marrëveshje e heshtur mes Tiranës dhe Romës, asnjë palë nuk do të zbulonte sekretet e tjetrës. Ndihmat italiane do të vazhdonin të rrjedhin në Shqipëri, por askush nuk do të pyeste shumë pyetje se ku shkuan paratë e vjetra. Ishte një pak djalli. Dhe Fatos Nano ishte viktima e zgjedhur për të mbyllur çështjen. Por edhe nëse kjo teori është e vërtetë, ajo nuk shpjegon gjithçka. Sepse ekziston një version tjetër i historisë, një version që e bën Nanon jo viktim, por manipulator. Sipas këtij versioni, Nano ishte vërtet i përfshirë në skemën e vjedhjes së ndihmave. Ai kishte nënshkruar kontrata me kompani që i kishin paguar rishfete. Ai kishte mbyllur syt ndaj abuzimeve sepse njerëzit e tij po përfitonin. Dhe kur u kap, ai përdori burgun si një mjet për të ndërtuar imazhin e një martiri politik. 12 vjet në burg e transformuan nga një politikan i dyshimt në Mandelën shqiptar, një simbol i rezistencës kundër tiranisë së Berishës. Dhe kur doli nga burgu në vitin 1997, ai kishte pushtetin dhe motivin për të zhdukur dosjen që mund ta dërgonte sërish në gjykatë. Kjo teori mbështetet nga fakti se zhdukja e dosjeve ndodhi pikërisht kur Partia Socialiste e Nanos mori kontrollin e qeverisë. Kaosi i marsit 1997, kur turmat dogjen gjykatat, mund të ketë qenë një mbulesë perfekte.
Ndërsa vendi ishte në kaos, dikush hyri në arkivat e gjykatës së Tiranës dhe mori atë që duhej të merrte. Ishte një operacion i planifikuar mirë, i maskuar si shkatërim i rastësishëm. Apo jo? Ekziston edhe një version i tretë, më i errët dhe më konspirativ. Sipas këtij versioni, dosja nuk u zhduk kurrë sepse nuk kishte kurrë prova reale. Gjithçka ishte një flusk e sajuar nga Shërbimi Informativ Shtetëror i Berishës, i drejtuar nga Bashkim Gazidede, një figurë e errët dhe e frikshme që kontrollonte rrjetin e spionëve dhe agjentëve të regjimit. Gazidede kishte krijuar një dosje false, të mbushur me fotokopje, dëshmi të rreme dhe dokumente të manipuluara, me qëllimin e vetëm për të dërguar nanon në burg. Kur gjykatësit e rinj në vitin 1999 kërkuan provat origjinale, ata zbuluan se ato nuk ekzistonin. Nuk kishte asnjë dokument të vërtetë që vërtetonte fajësinë e nanos. Gjithçka ishte një teatër politik. Kjo teori shpjegon pse nano u shfaqsua plotësisht në vitin 1999. Nuk ishte se dosja u zhduk. Ishte se ajo nuk kishte qenë kurrë e vërtetë. Por nëse kjo është e vërtetë, atëherë pse Berisha nuk e kundërshtoi shfaqsimin? Pse ai pranoi humbjen pa luftuar? A kishte diçka që edhe ai donte të mbante të fshehtë? Të gjitha këto versione kanë një gjë të përbashkët, ato bazohen në mungesën e provave. Sepse pa dosjen origjinale, ne nuk mund të dimë kurrë të vërtetën. Mund të lexojmë raportet e gazetave. Mund të dëgjojmë dëshmitë e ish zyrtarëve. Mund të analizojmë dokumentet e pakta që kanë mbijetuar. Por pa fashikujt me kodin D993-008, ne jemi duke ecur në errësirë. Dhe kjo është pikërisht ajo që dikush donte. Dikush që kishte interes që e vërteta të mos dilte kurrë në dritë. Dikush e dinte se ajo dosje, nëse lexohej me kujdes, do të zbulonte jo vetëm fajësinë ose pafajësinë e Fatos Nanos. Ajo do të zbulonte edhe sekretet e një sistemi të tërë korrupsioni që përfshinte politikan shqiptar, zyrtar italian, kompani private dhe shërbime sekrete. Ishte një rrjet i gjerë, i fuqishëm dhe i rrezikshëm. Dhe dosja ishte çelësi për ta shkatëruar atë rrjet. Prandaj ajo duhej të zhdukej. Por historia nuk mbaron këtu. Sepse edhe pa dosjen origjinale, ekzistojnë gjurmë. Ekzistojnë njerëz që e kanë parë atë. Ekzistojnë kopje të pjesshme që kanë mbijetuar. Ekzistojnë dëshmitarë që mbajnë mend çfarë thonin ato dokumente. Dhe ekziston një pyetje që nuk ka marrë kurrë përgjigje, ku shkuan $8 milion? Pavarësisht nëse nano ishte fajtor apo jo, pavarësisht nëse dosja ishte e vërtet apo e rreme, fakti mbetet se parat u zhdukën. Ato nuk u gjetën kurrë. Asnjë person tjetër nuk u dënua për vjedhjen e tyre. Asnjë kompani nuk u hetua. Asnjë llogari bankare nuk u bllokua. Milionat thjesht u shkrirën në ajër duke lënë pas vetëm pyetje dhe dyshime. Kush i mori ato para? Ku janë sot? Dhe pse askush nuk po kërkon përgjigje? A është e mundur që të gjithë, nga Berisha te Nano, nga politikanët italianë te kompanitë private, kishin interes që kjo çështje të mbyllej përgjithmonë? A ishte kjo një konspiratë e madhe ku të gjithë ishin bashkëfajtor dhe dosja e zhdukur ishte thjesht mënyra për të siguruar heshtjen e përgjithshme? Ndërsa Fatos Nano ishte ulur në qelinë e tij të ftohtë në Bënç, duke lexuar Kant dhe Nietzsche, duke luajtur kitar dhe duke shkruar letra filozofike, ai dinte se fati i tij nuk varet nga provat në atë dosje. Ai varet nga historia. Dhe historia, siç e kishte mësuar nga librat, shkruhet nga fituesit. Berisha kishte fituar betejën e parë duke e dërguar atë në burg. Por lufta nuk kishte mbaruar. Nano e dinte se regjimi i Berishës ishte i brishtë. Ai e dinte se populli shqiptar po lodhej nga autoritarizmi, nga korrupsioni, nga premtimet e pambajtura. Ai e dinte se një ditë sistemi do të binte. Dhe kur të binte, ai do të ishte gati. Ai do të dilte nga burgu jo si një kriminal i dënuar, por si një hero i shtypur. Dhe kur të merrte pushtetin, ai do të sigurohej që dosja që e kishte dërguar në burg të mos ekzistonte më. Jo sepse ishte fajtor, por sepse e vërteta ishte shumë më e komplikuar se sa mund ta kuptonte opinioni publik. Dhe në politik, perceptimi është më i rëndësishëm se realiteti. Kështu, në mars të vitit 1997, Shqipëria shpërtheu në kaos pas kolapsit të skemave piramidale. Njerëzit dolën në rrugë të armatosur dhe të zemëruar. Qeveria e Berishës humbi kontrollin.
Gardianët e burgut të Bënçës braktisën postet e tyre dhe ikën. Por Fatos Nano nuk u arratis. Ai priti. Ai priti që të vinte një makinë zyrtare ose një helikopter. Ai donte të dilte nga burgu jo si një arratisur, por si një lider që po kthehej për të shpëtuar vendin. Dhe kështu ndodhi. Brenda pak javësh, Nano u bë sërish kryeministër i Shqipërisë. Njeriu që kishte qenë në burg për 4 vjet, tani po qeveriste vendin. Ishte një kthes dramatike e fatit që vetëm Shqipëria mund ta prodhonte. Por me pushtetin erdhi edhe përgjegjësia. Dhe pyetja që të gjithë po bënin ishte, çfarë do të bëj Nano me dosjen që e dërgoi në burg? A do ta hap atë dhe të zbuloj të vërtetën? A do ta përdor për të ndjekur kundërshtarët e tij? Apo do ta zhduk përgjithmonë? Përgjigjja erdhi shpejt. Brenda pak muajsh pas marrjes së pushtetit, u raportua se dosjet e shumta të gjykatave dhe prokurorive ishin dëmtuar ose zhdukur gjatë trazirave të Marsit. Arkivat ishin djegur. Dokumentet ishin vjedhur. Kaosi kishte shkatëruar sistemin e drejtësisë. Ishte një shpjegim i besueshëm. Por ishte edhe shumë i përshtatshëm. Sepse tani, askush nuk mund të provonte asgjë. As fajsinë e Nanos, as pafajsinë e tij. Dosja me kodin D993-008 kishte hyrë në legjendë. Ajo ishte bërë një fantazmë, një mister që do të ndjek politikën shqiptare për dekada. Dhe kur në vitin 1999, një gjykatë e re shqyrtoi rastin e Nanos dhe e shpalli të pafajshëm për mungesë provash, askush nuk u habi. Sepse pa prova nuk mund të ketë dënim. Dhe pa dosje nuk mund të ketë të vërtetë. Ishte një përfundim perfekt për një histori të përsosur. Ose ishte? Sepse edhe sot, më shumë se 20 vjet më vonë, pyetjet mbeten. Ku është dosja? Kush e mori? Çfarë përmbante ajo? A ishte Fatos Nano vërtet i pafajshëm, viktime një gjyqi politik të orkestruar nga Sali Berisha? Apo ishte ai një manipulator i zgjuar që përdori burgun për të ndërtuar një imazh martiri dhe më pas zhduku provat e fajësisë së tij? A ishte dosja një dokument i vërtet plot me prova të forta, apo një sajim i shërbimeve sekrete? Dhe nëse ishte e vërtet, pse edhe Berisha duke i interesuar që ajo të zhdukej? Çfarë sekretesh të përbashkëta kishin këta dy rival të ashpër që asnjëri nuk donte t'i zbulonte? A ishte kjo një luftë mes dy njerëzve, apo një marrëveshje e heshtur mes dy sistemesh që kishin të njëjtin interes, të mbanin të fshehtë të vërtetën? Dhe më e rëndësishmja, ku janë 8 milion dollarët që duhej të ushqenin popullin shqiptar në vitin 1991? Kush i mori ato para? Ku janë sot? Dhe pse askush nuk po kërkon përgjigje? Për ta kuptuar se çfarë ndodhi me dosjen që zhduku, duhet të flasim me njerëzit që e pan atë me sytë e tyre. Njëri prej tyre është Arben Malaj, ish zëvendës ministër i financave në qeverinë e Nanos, një ekonomist i heshtur që rrallë jep intervista. Por në një mbrëmje të ftohtë të janarit të vitit 2021, ai pranoi të fliste për herë të parë para kamerave. Ajo që ai tregoi e ndryshon gjithçka që mendonim se dinim. Unë e pash dosjen, thot Malaj, duart ende të ngurta ndërsa mban filxhanin e kafes. Ishte vera e vitit 1993. Isha thirrur si dëshmitar ekspert për të shpjeguar procedurat e tenderëve. Prokurori më la të shfletoja dokumentet për 15 minuta. Ajo që pash atje nuk ishte thjesht një rast korrupsioni. Ishte një hartë e plotë e një sistemi që lidhte Tiranën me Romën, politikanët me mafien, ndihmat humanitare me pastrimin e parave. Malaj ndalet, merr frym thellë, sikur po përpiqet të vendosë nëse duhet të vazhdojë. Kishte emra që nëse do të ishin bërë publik, do të kishin rrëzuar qeverinë në të dyja anët e Adriatikut. Kompani italiane që transportonin ndihmat ishin të njëjtat që po hetohen në Milano për lidhje me Cosa Nostra. Kishte fatura të nënshkruara nga zyrtar shqiptar për shërbime që nuk ishin kryer kurrë. Por më shqetësuese ishte diçka tjetër, ekzistonin letra të shkëmbyra mes Tiranës dhe Romës, letra që sugjeronin se të dyja palët e dinin separat po vidhen, por kishin rënë dakord të heshnin. Ishte një pakt. Një marrëveshje e heshtur, ju na jepni ndihmat, ne nuk bëjmë pyetje, dhe të gjithë marrin pjesën e tyre. Kjo dëshmi e Malajt hedh dritë mbi një dimension që nuk ishte diskutuar kurrë publikisht, lidhja italiane.
Në fillim të viteve 90, Italia vetë po kalonte nëpër skandalin më të madh të pasluftës, Tangentopoli, operacioni gjyqësor që zbuloi një rrjet masiv korrupsioni që përfshinte politikan, biznesmen dhe mafien. Qindra zyrtar u arrestuan. Parti të tëra u shkatëruan. Kryeministri socialist Bettino Craxi u detyrua të largohej nga vendi për të shmangur burgosjen. Ishte një kohë kaosi, ku kufit mes politikës legjitime dhe krimit të organizuar ishin plotësisht të turbulluar. Dhe në këtë kontekst, ndihmat humanitare për Shqipërinë u bën një mjet perfekt për të pastruar para të pista. Kompanitë që fitonin kontrata për të transportuar ushqime dhe ilaçe në Shqipëri nuk ishin zgjedhur për profesionalizmin e tyre. Ato ishin zgjedhur sepse kishin lidhje të duhura. Disa prej tyre ishin kompani fantazmë, të regjistruara në parajsa fiskale, pa asnjë histori të mëparshme në logjistikë humanitare. Të tjera ishin të lidhura me familje mafioze që kontrollonin portet e Publias dhe Kalabër. Parat rrjedhin nga buxheti italian në llogaritë e këtyre kompanive, pastaj zhduken në një labirint transfertash bankare që përfundojnë në Zvicër, Luksemburg ose Ishujt Kajman. Ndihmat arrin në Shqipëri, por vetëm një pjesë e vogël e tyre. Pjesa tjetër është vjedhur përpara se të nisë udhëtimin. Por nëse kjo është e vërtetë, atëherë pse Italia nuk hetoi kurrë këtë çështje? Pse asnjë kompani italiane nuk u ndjek për mashtrim ose korrupsion në lidhje me ndihmat për Shqipërinë? Përgjigjja mund të jetë e thjeshtë dhe e frikshme, sepse heqja e gurit do të zbulonte gjarpërinj. Nëse prokuroria italiane do të fillonte të hetonte kompanitë që transportonin ndihmat, ajo do të zbulonte lidhjet e tyre me politikanë të lartë italian. Do të zbulonte se disa prej këtyre politikanëve kishin marrë rishfete nga fondet e ndihmave. Do të zbulonte se sistemi i korrupsionit nuk ishte vetëm shqiptar, por ndërkombëtar. Dhe kjo do të hapte një kuti Pandore që askush në Rom nuk donte ta prejë. Prandaj, ishte më e lehtë të sakrifikohej një politikan shqiptar. Fatos Nano u bë mishi i kurbanit, njeriu që mori të gjithë fajin, ndërsa të vërtetit fajtor vazhduan të jetonin jetën e tyre të qetë në vilat e tyre në Toskana dhe Lombardia. Ishte një padrejtësi kolosale. Por ishte edhe një zgjidhje e përshtatshme për të gjithë të përfshirët. Përveç Nanos. Ekziston një vend në Tiranë që shumë pak njerëz e njohin, një depo e vjetër në lagjen e kombinatit, një ndërtesë e braktisur me mure të qarë dhe dritare të thyera. Në vitet 90, kjo depo përdorej si magazin për ndihmat humanitare që vinin nga Italia. Kamionët shkarkoheshin këtu, mallrat inventaroheshin dhe më pas shpërndaheshin në rajone të ndryshme të vendit. Por sipas dëshmitarëve që punonin atje, shumë ngarkesa nuk u shpërndan kurrë. Ato qëndronin në depo për javë të tëra, derisa prishnin. Vaji bëhej i hidhur. Mielli mbushej me krimba. Ilaçet skaduan. Dhe pastaj, një natë, kamion të panjohur vinin dhe i merrnin këto mallra të prishura. Ku i çonin? Askush nuk e dinte. Por zërat thonin se ato shiteshin në tregun e zi, ose hidhen në det për të fshehur provat e keqmenaxhimit. Një ish-punëtor i depove, që kërkon të mbetet anonim, tregon një detaj tronditës. Një herë, në nëntor të vitit 1991, erdhi një kamion i mbushur me ilaçe nga Italia. Antibiotik, analgjetik, vaksinat për fëmijë. Vlera e tyre ishte qindra mijëra dollar. Por askush nuk erdhi ta merrte ngarkesën. Ajo qëndroi në depo për 3 muaj. Kur më në fund dikush erdhi, ilaçet kishin skaduar. I hodhën të gjitha në një grop jashtë qytetit dhe i dogjën. 3 muaj më vonë, lexova në gazetë se Ministria e Shëndetësisë kishte paguar kompaninë italiane për transportin e atyre ilaçeve. Parat u paguan. Por ilaçet u dogjën pa u përdorur kurrë. Kjo histori zbulon një të vërtet të dhimbshme. Korrupsioni nuk ishte vetëm në kontrata dhe transferta bankare. Ai ishte edhe në indiferencën e plot ndaj vuajtjes njerëzore. Ndërsa fëmijë shqiptar vdisnin nga sëmundje të kurueshme, ilaçet që mund t'i shpëtonin qëndronin të braktisura në një depo, duke pritur të prishen. Ndërsa familje të tëra jetonin me një copë bukë në ditë, gruri italian kalbej në magazina sepse askush nuk kishte organizuar shpërndarjen. Ishte një tragjedi e dyfishtë, jo vetëm parat u vodhen, por edhe ndihmat që arritën nuk u përdorën. Dhe kush pagoi çmimin? Jo politikanët që nënshkruan kontratat. Jo kompanitë që morën parat. Por njerëzit e thjeshtë që vazhduan të vuajnë nga uria dhe sëmundja, ndërsa liderët e tyre luftonin për pushtet.
Kjo është çmimi human i korrupsionit. Kjo është arsyeja pse dosja e zhdukur nuk është thjesht një mister politik. Është një tragjedi morale. Por le të kthehemi te dosja. Arben Malaj, ekonomisti që e patë në vitin 1993, thot se ajo përmbante diçka edhe më shqetësuese se emrat e kompanive të korruptuara. Sipas tij, aty kishte prova se vetë Fatos Nano kishte qenë i vetëdijshëm për abuzimet, por kishte zgjedhur të mos vepronte. Kishte një letër, thot Malaj, një letër të shkruar nga vetë Nano drejtuar ministrit të tregtisë, ku ai kërkonte shpjegime për vonesën në shpërndarjen e ndihmave. Kjo letër provonte se Nano e dinte se diçka po shkonte keq. Por ajo që mungonte ishte çdo veprim konkret. Ai nuk urdhëroi një hetim. Ai nuk shkarkoi askën. Ai thjesht shkroi një letër dhe e la çështjen të vazhdon. A ishte kjo neglizhencë? A ishte frikë? Apo ishte diçka më e keqe, një vendim i vetëdijshëm për të lejuar korrupsionin të vazhdojë sepse edhe ai po përfitonte? Kjo pyetje është në zemër të misterit. Sepse edhe nëse Nano nuk vodhi vetë parat, edhe nëse ai nuk nënshkroi kontratat e korruptuara, fakti që ai nuk veproi kur mësoi për abuzimet e bën atë përgjegjës. Në politik, heshtja është bashkëfaqësi. Dhe Nano zgjodhi të heshtë. Por pse? Pse një njeri inteligjent si Nano, një ekonomist i trajnuar në Perëndim, do të lejonte një skandal të tillë të ndodhte nën komandën e tij? Një teori është se ai ishte i shantazhuar. Në vitet e para të tranzicionit, Shqipëria ishte një vend kaotik ku strukturat e vjetra komuniste ende kontrollos shumë nga institucionet. Shërbimi informativ shtetëror, trashëgimia e sigurimit të shtetit komunist, kishte dosje mbi të gjithë. Ata dinin sekretet e të gjithëve. Dhe ata përdornin këto sekrete për të kontrolluar politikanët. A është e mundur se Nano ishte i shantazhuar nga njerëz brenda sistemit, njerëz që kërcënonin ta ekspozonin nëse ai do të përpiqej të ndalonte korrupsionin? A ishte ai një rob i një sistemi që nuk mund ta kontrollonte? Kjo do të shpjegonte pse ai nuk veproi. Por nuk do ta shfaqsonte atë. Sepse edhe nëse ishte i shantazhuar, ai kishte një zgjedhje, të luftonte ose të dorëzohej. Dhe ai zgjodhi të dorëzohej. Ekziston një dëshmi tjetër, edhe më shqetësuese, që vjen nga një burim i papritur, familja e vet Nanos. Në vitin 2015, një gazetar investigativ arriti të intervistonte një të afërm të Nanos që kërkoi të mbetej anonim. Kjo person tregoi se gjatë kohës kur Nano ishte kryeministër në vitin 1991, atmosfera në shtëpinë e tyre ishte e tensionuar dhe e frikshme. Ai kthehej në shtëpi vonë në mbrëmje, thot ky person, i lodhur, i shqetësuar, i heshtur. Nuk fliste për punën. Por një natë, pas një darke të heshtur, ai më tha diçka që nuk e kam harruar kurrë. Ai tha, unë nuk po qeveris këtë vend. Unë jam vetëm një fytyrë. Të tjerët marrin vendime dhe unë i nënshkruaj. Kur e pyeta se kush ishin këta të tjerë, ai nuk u përgjigj. Por shikimi i tij ishte plot frikë. Frikë nga diçka që nuk mund ta emërtonte. Kjo dëshmi sugjeron se Nano nuk ishte një diktator i fuqishëm që kontrollonte gjithçka. Ai ishte një figurë e dobët, e rrethuar nga forca që nuk mund t'i kontrollonte. Ishte një kukull në duart e të tjerëve. Dhe kur sistemi vendosi se ai duhej të sakrifikohej, ai nuk kishte fuqi për t'u mbrojtur. Por kush ishin këta të tjerë? Kush ishin forcat që kontrollonin Nanon? Një emër që shfaqet vazhdimisht në dëshmi të ndryshme është ai i Bashkim Gazidedes, shefit të shërbimit informativ shtetëror gjatë qeverisjes së Sali Berishës. Gazidede ishte një figurë legjendare dhe e frikshme, një ish oficer i sigurimit të shtetit komunist që kishte mbijetuar tranzicionin duke u bërë një nga njerëzit më të fuqishëm të regjimit të ri. Ai kontrollonte rrjetin e spionëve, agjentëve dhe informatorëve. Ai dinte sekretet e të gjithëve. Dhe ai përdorte këto sekrete për të manipuluar politikën shqiptare. Sipas disa burimeve, Gazidede kishte krijuar dosjen kundër Nanos jo sepse Nano ishte fajtor, por sepse Berisha kishte urdhëruar eliminimin e tij. Gazidede kishte marrë dokumente të vërteta për abuzimet me ndihma, por kishte shtuar edhe dokumente të rreme, dëshmi të manipuluara dhe raporte të sajuara për ta bërë rastin më të fortë. Ai kishte ndërtuar një dosje që ishte një përzierje e së vërtetës dhe gënjeshtrës, një dokument që ishte mjaft i fortë për të dënuar Nanon, por mjaft i dyshimt për t'u vënë në dyshim më vonë. Ishte një vepër arti e manipulimit.
Dhe kur erdhi koha që dosja të zhdukej, Gazidede mund të ketë qenë njeriu që e urdhëroi zhdukjen. Sepse ai e dinte se nëse ajo dosje do të shqyrtohej nga gjykatës të pavarur, ata do të zbulon manipulimet. Dhe kjo do ta dërgonte vetë Gazideden në burg. Por edhe kjo teori ka një problem. Gazidede humbi pushtetin kur Berisha ra në vitin 1997. Ai u largua nga Shqipëria dhe jetoi në mërgim për vite të tëra. Si mund të kishte ai kontroll mbi arkivat e gjykatave pas rënies së regjimit të Berishës? Përgjigja mund të jetë se Gazidede kishte ndërtuar një rrjet kaq të thellë brenda institucioneve shqiptare, sa edhe pas largimit të tij, njerëzit e tij vazhduan të vepronin. Agjentët e tij ishin kudo, në gjykata, në prokurori, në polici, në shërbime sekrete. Dhe kur erdhi koha të zhdukej dosja, ata e bën atë pa u pyetur. Ishte një operacion i planifikuar prej vitesh, i ekzekutuar me precizion, i maskuar si kaos i rastësishëm. Dhe funksionoi perfekt. Sepse sot, më shumë se 20 vjet më vonë, askush nuk mund të provojë asgjë. Dosja ka zhdukur. Dëshmitarët kanë vdekur ose kanë heshtur. Dhe e vërteta është varrosur në shtresa dhjetëra gënjeshtrash, manipulimesh dhe teorish konspirative. Por le të supozojmë për një moment se asnjë nga këto teoria nuk është e vërtetë. Le të supozojmë se dosja nuk u zhduk nga Nano, as nga Gazidede, as nga ndonjë agjent sekret. Le të supozojmë se ajo u zhduk nga dikush tjetër, dikush që nuk kemi marrë parasysh deri tani, vetë italianët. Sepse nëse dosja përmbante emrat e politikanëve dhe biznesmenëve italianë të përfshirë në skemën e korrupsionit, atëherë Italia kishte një interes të madh që ajo të zhdukej. Dhe Italia kishte mjetet për ta bërë këtë. Shërbimet sekrete italiane, veçanërisht SISMI, shërbimi informativ për sigurinë ushtarake, kishin një prani të fortë në Shqipëri gjatë viteve 90. Ata monitoronin situatën politike, mbështesnin grupe të caktuara dhe ndërhynin kur ishte e nevojshme për të mbrojtur interesat italiane. A është e mundur se SISMI organizoi zhdukjen e dosjes për të mbrojtur politikanët italian? A ishte kjo një operacion i përbashkët mes shërbimeve sekrete italiane dhe shqiptare? Kjo teori tingëllon si një film aksioni, por në botën e shërbimeve sekrete, të tilla operacione nuk janë të pazakonta. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë e vërteta nuk do të zbulohet kurrë. Sepse shërbimet sekrete nuk lënë gjurmë. Çfarë dim me siguri është kjo: dosja me kodin D990-3008 nuk ekziston më. Ajo ka zhdukur nga arkivat e gjykatës së Tiranës. Askush nuk e ka parë atë prej vitit 1997. Dhe askush nuk po e kërkon. Sepse të gjithë të përfshirët kanë interes që ajo të mbetet e humbur. Nano, sepse shfaqësimi i tij bazohet në mungesën e provave. Berisha, sepse dosja mund të zbulonte se gjyqi ishte i manipuluar. Italianët, sepse ajo mund të ekspozonte korrupsionin e tyre. Dhe shërbimet sekrete, sepse ajo mund të zbulonte operacionet e tyre. Të gjithë fitojnë nga heshtja. Të gjithë humbasin nga e vërteta. Përveç popullit shqiptar që nuk mësoi kurrë se çfarë ndodhi me 8 milion dollarët që duhej t'i shpëtonin nga uria. Përveç familjeve që humbën të dashurit e tyre sepse ilaçet që mund t'i shpëtonin u dogjën në një depo. Përveç fëmijëve që u rritën në varfëri sepse ndihmat që duhej t'i ushqenin u vodhen nga njerëz që nuk u ndëshkuan kurrë. Kjo është çmimi i heshtjes. Kjo është çmimi i dosjes së zhdukur. Dhe tani, ndërsa qëndrojmë këtu, 25 vjet pas ngjarjeve, duhet të pyesim veten, a ka ende shpresë për të zbuluar të vërtetën? A ekziston ndonjë kopje e dosjes diku? A ka ndonjë dëshmitar që di diçka dhe nuk ka folur ende? A mund të gjejmë ndonjë gjurmë që të na çojë te përgjigjet? Apo e vërteta është varrosur përgjithmonë, bashkë me dosjen që zhduku në atë natë kaotike të marsit 1997? Dhe nëse e vërteta nuk mund të zbulohet, çfarë na mëson kjo histori për natyrën e pushtetit, të drejtësisë dhe të korrupsionit në Shqipëri? A jemi të dënuar të përsërisim të njëjtat gabime, të njëjtat gënjeshtra, të njëjtat tragjedi? Apo mund të mësojmë nga e kaluara dhe të ndërtojmë një të ardhme ku dosjet nuk zhduken, ku politikanët mbajnë përgjegjësi dhe ku e vërteta nuk fshihet pas teorive konspirative dhe manipulimesh? Këto janë pyetjet që duhet t'i bëjmë vetes. Sepse historia e dosjes së zhdukur nuk është vetëm një mister i së kaluarës. Është një paralajmërim për të ardhmen.
Në dhjetor të vitit 1994, 6 muaj pas dënimit të Fatos Nanos, ndodhi një tjetër ngjarje e errët. Një mjek italian që kishte punuar në Tiranë gjatë shpërndarjes së ndihmave humanitare, u gjeti vdekur në apartamentin e tij në Milano. Policia italiane e cilësoi rastin si vetvrasje. Por kolegët e tij nuk ishin të bindur. Ky mjek, i cili kërkoi të mbetej anonim në raportet e kohës, kishte qenë një nga të pakët profesionistë që kishte mbajtur një regjistër personal të gjitha ngarkesave mjekësore që kishin arritur në Shqipëri. Ai kishte shënuar çdo kuti ilaçesh, çdo sasi vaksinash, çdo pajisje mjekësore. Dhe sipas burimeve që folën vite më vonë, ai kishte zbuluar diçka tronditëse, më shumë se gjysma e ilaçeve që Italia kishte dërguar zyrtarisht në Shqipëri nuk kishin arritur kurrë në destinacion. Ato ishin humbur diku mes portit të Durrësit dhe spitaleve shqiptare. Mjeku kishte filluar të bëjë pyetje. Kishte kontaktuar autoritetet italiane. Kishte kërkuar një hetim. Dhe pastaj, një mëngjes dhjetori, fqinjet e tij e gjetën të varur në banjën e tij. Asnjë letër lamtumire. Asnjë shenjë depresioni. Vetëm një trup i ftohtë dhe një dosje personale që kishte zhdukur nga apartamenti i tij. Kush e vrau atë mjek? Dhe çfarë dinte ai që ishte aq e rrezikshme sa duhej të heshte përgjithmonë? Kjo vdekje e mistershme nuk ishte e vetmja. Mes viteve 1993 dhe 1997, të paktën 5 persona që kishin lidhje direkte me çështjen e ndihmave humanitare vdiqën në rrethana të dyshimta. Një inspektor doganor në Durrës u gjeti mbytur në makinën e tij, në atë që policia e quajti aksident trafiku. Por dëshmitar okular thanë se makina e tij ishte shtyrë qëllimisht nga rruga. Një kontabilist në Ministrinë e Financave ra nga balkoni i apartamentit të tij në katin e 6. Një shofer kamioni që transportonte ndihmat u zhduk pa gjurmë dhe nuk u gjet kurrë. Një sekretar në zyrën e kryeministrit vdiq nga sulm në zemër në moshën 45 vjeç, edhe pse nuk kishte pasur kurrë probleme kardiake. Dhe një gazetar investigativ që po hetonte rastin u sulmua nga persona të panjohur dhe u la në gjendje kome për 3 javë. Kur u zgjua, ai nuk kujtonte asgjë nga sulmi. Por ai kujtonte se kishte marrë një telefonat kërcënuese një javë përpara, ndaloje hetimin ose do të paguash. Ai nuk e ndaloi. Dhe pagoi. A ishin të gjitha këto vdekje të rastësishme? Apo ishte dikush duke pastruar gjurmët, duke eliminuar dëshmitarët, duke siguruar që e vërteta të mos dilte kurrë në dritë? Për ta kuptuar shkallën e kësaj konspirate, duhet të flasim për një dokument që mbjetoi, një raport i brendshëm i Shërbimit Informativ Shtetëror Italian, SISMI, i deklasifikuar pjesërisht në vitin 2010. Ky raport, i shkruar në shkurt të vitit 1994, përmban një paragraf shqetësues: Operacioni Adriatiku i pastër ka arritur objektivat e tij. Subjektet e identifikuara si rrezik për interesat tona kanë qenë neutralizuar. Dosjet e ndjeshme janë siguruar. Bashkëpunimi me homologët shqiptar ka qenë efektiv. Rekomandohet mbyllja e operacionit dhe asgjësimi i të gjitha dokumenteve të lidhura. Çfarë ishte operacioni Adriatiku i pastër? Kush ishin subjektet e neutralizuara? Dhe çfarë do të thotë bashkëpunimi me homologët shqiptar? Ky raport sugjeron se shërbimet sekrete italiane dhe shqiptare kishin punuar së bashku për të mbuluar skandalin e ndihmave humanitare. Ata kishin identifikuar njerëzit që dinin shumë. Ata i kishin neutralizuar, një eufemizëm që në gjuhën e shërbimeve sekrete mund të nënkuptojë gjithçka, nga shantazhi deri te eliminimi fizik. Dhe ata kishin siguruar që dosjet të mos binin kurrë në duart të gazetarëve apo gjykatësve të pavarur. Ishte një operacion i përbashkët, i planifikuar me kujdes, i ekzekutuar me precizion. Dhe funksionoi. Por le të kthehemi te Fatos Nano, njeriu në qendër të kësaj stuhie. Ndërsa ai ishte ulur në qelinë e tij në burgun e Bënçës, trupi i tij po kalonte nëpër një transformim të dhimbshëm. Fotografitë e tij para burgimit tregojnë një burr të ri, energjik, me flokë të zinj dhe shpinë të drejtë. Fotografitë pas 4 vjetësh burg tregojnë një njeri të moshuar, me flokë plotësisht të thinjur, me shpinë të përkulur, me rrudha të thella në fytyrë. Ai kishte humbur 20 kilogram. Dhëmbët i ishin prishur nga mungesa e kujdesit dentar. Shikimi i tij ishte bërë i largët, i ftohtë, sikur diçka brenda tij kishte vdekur. Mjeku i burgut, në një raport të brendshëm që u rrjedh vite më vonë, shkroi:
I burgosuri Nano shfaq shenja të depresionit të thellë, pagjumësisë kronike dhe humbjes së peshës së shpejtë. Ai refuzon të hajë rregullisht. Kalon orë të tëra duke ecur në qeli, duke folur vetëm. Kam frikë se nëse kushtet nuk përmirësohen, shëndeti I tij mendor mund të dëmtohet në mënyrë të pakthyeshme. Por Nano nuk u thye. Ai lexonte. Ai shkruante. Ai mendonte. Dhe ai planifikonte. Sepse ai e dinte se burgu nuk ishte fundi. Ishte fillimi I diçkaje tjetër. Në arkivat e Ministrisë së Drejtësisë, në një dosje të vjetër të shënuar konfidenciale, ekziston një dokument I çuditshëm. Është një letër e shkruar nga vetë Fatos Nano nga burgu, drejtuar një personi të panjohur, e datuar në mars të vitit 1996. Letra nuk është kurrë dërguar, ajo u sekuestrua nga gardianët e burgut dhe u vendos në dosje. Por përmbajtja e saj është tronditëse. Nano shkruan, ata mendojnë se më kanë thyer. Ata mendojnë se kam humbur. Por ata nuk e kuptojnë se çdo ditë këtu, çdo orë në këtë qeli, më bën më të fortë. Unë po mësoj të urrej. Po mësoj të jem I pamëshirshëm. Kur të dal nga këtu dhe do të dal, unë nuk do të jem më njeriu që isha. Do të jem diçka tjetër. Diçka që ata do ta friksohen. Kjo letër zbulon një transformim psikologjik të thellë. Nano po bëhej I ashpër, I ftohtë, I vendosur. Burgu nuk po e shkatëronte. Po e rikrijonte. Dhe kur ai doli nga burgu në mars të vitit 1997, ai nuk ishte më viktima e pafuqishme. Ai ishte një luftëtar I përgatitur për hakmarrje. Por çfarë ndodhi saktësisht në atë natë të marsit 1997, kur dosjet e gjykatave u dogjën? Dëshmitar okular tregojnë një version shqetësues. Një ish gardian I gjykatës së Tiranës, që ishte në detyrë atë natë, thotë, turma erdhi rreth orës 9 të mbrëmjes. Ata ishin të armatosur, të zemëruar, bërtisnin kundër Berishës. Por kishte diçka të çuditshme. Një grup prej 10 apo 15 burrave nuk bërtiste. Ata nuk ishin pjesë e turmës. Ata hynë në ndërtesë me një qëllim të qartë. Ata dinin saktësisht ku të shkonin. Shkuan direkt në arkivat e katit të 2. Unë I pash duke mbajtur çanta të mëdha. Ata mbushën çantat me dosje dhe dolën. Pastaj, turma dogji pjesën tjetër. Por ata burra tashmë kishin marrë atë që kishin ardhur të merrnin. Kush ishin këta burra? Kush I kishte dërguar? Dhe çfarë dosjesh morën? Gardiani nuk e di. Por ai kujton një detaj, njëri prej tyre fliste në një telefon celular, gjë e rrallë në atë kohë. Ai dëgjoi një fjalë, e kemi. Konfirmuar. Dhe pastaj ata zhdukën në errësirë. Kjo dëshmi sugjeron se zhdukja e dosjes nuk ishte e rastësishme. Ishte një operacion I planifikuar, I ekzekutuar nën maskën e kaosit. Ndërsa populli shqiptar po shkatëronte institucionet e shtetit nga zemërimi për humbjen e kursimeve të tyre në skemat piramidale, dikush po përdorte këtë kaos për të fshirë provat e krimeve të mëparshme. Ishte një manovër e zgjuar, e ftohtë, e pamëshirshme. Dhe funksionoi perfekt. Sepse kur gjykatësit u kthyen në punë pas trazirave, ata gjetën arkiva të djegura, dosje të shkatëruara dhe një hapësirë boshe ku dikur kishte qenë dosja më e rëndësishme e dekadës. Askush nuk mund të provonte asgjë. Dhe kjo ishte pikërisht qëllimi. Por kush përfitoi më shumë nga zhdukja e kësaj dosjeje? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e frikshme, të gjithë. Fatos Nano përfitoi sepse pa prova, ai u shfaqsua dhe u kthye në pushtet si një hero. Sali Berisha përfitoi sepse dosja mund të kishte zbuluar se gjyqi ishte I manipuluar, gjë që do ta kishte dërguar atë vetë në gjykatë. Politikanët italian përfituan sepse emrat e tyre nuk u ekspozuan kurrë. Kompanitë e korruptuara përfituan sepse nuk u ndoqën kurrë. Shërbimet sekrete përfituan sepse operacionet e tyre mbetën të fshehta. Të gjithë fituan. Përveç popullit shqiptar që nuk mësoi kurrë të vërtetën. Përveç familjeve që humbën të dashurit e tyre në rrethana të dyshimta. Përveç fëmijëve që u rritën pa ilaçe sepse ato u dogjën në depove. Përveç njerëzve që vdiqën nga uria ndërsa milionat e ndihmave zhduken në xhepat e politikanëve dhe mafias. Kjo është çmimi I heshtjes. Kjo është çmimi I dosjes së zhdukur. Dhe tani, le të bëjmë pyetjen që askush nuk guxon ta bëjë, kush ishte vërtet fajtor?
A ishte Fatos Nano një kriminal që vodhi ndihmat dhe më pas zhduku provat? A ishte ai një viktimë e një gjyqi politik që u shfaqsua vetëm sepse provat u dogjën? Apo e vërteta është diku në mes, një njeri i dobët që lejoi korrupsionin të ndodhë nën komandën e tij, që nuk kishte guximin të luftonte sistemin dhe që më pas përdori burgun për të ndërtuar një imazh martiri? Çfarë dim me siguri është kjo? $8 milion u zhdukën. Njerëz vdiqën nga uria dhe sëmundja ndërsa ndihmat që duhej t'i shpëtonin u vodhen. Dosja që mund të zbulonte të vërtetën u zhduk në rrethana të dyshimta. Dhe askush nuk u ndëshkua kurrë. As Nano, i cili u shfaqsua. As Berisha, i cili vazhdoi të qeveriste. As politikanët italian, të cilët nuk u hetuan kurrë. As kompanitë e korruptuara, të cilat vazhduan të marrin kontrata. As shërbimet sekrete, të cilat mbyllën operacionin dhe asgjësuan dokumente. Të gjithë shpëtuan. Dhe e vërteta u varros përgjithmonë. Por historia nuk mbaron këtu. Sepse edhe sot, 28 vjet pas ngjarjeve, ekzistojnë njerëz që dinë të vërtetën. Ekzistojnë ish-zyrtarë që ishin atje. Ekzistojnë agjent të shërbimeve sekrete që morën pjesë në operacion. Ekzistojnë biznesmen që përfituan nga korrupsioni. Ekzistojnë politikanë që nënshkruan kontratat. Dhe të gjithë këta njerëz jetojnë sot në heshtje, duke mbajtur sekretet e tyre, duke ditur se nëse flasin, ata do të ekspozojnë jo vetëm të tjerët, por edhe veten. Sepse në Shqipëri, siç edhe në shumë vende të tjera, e vërteta është një armë me dy teje. Ajo mund të shkatërroj armiqt e tu, por mund të shkatërroj edhe ty, prandaj, heshtja është më e sigurt. Prandaj, dosja mbetet e humbur. Prandaj, e vërteta nuk do të zbulohet kurrë. Përveç nëse dikush vendos të flasë. Përveç nëse dikush gjen guximin të thyej heshtjen. Përveç nëse dikush vendos se e vërteta është më e rëndësishme se siguria personale. Por deri atëherë, ne mbetemi me pyetje pa përgjigje, me dyshime pa prova dhe me një histori që nuk ka fund. Vetëm një mister i përjetshëm, i varrosur në shtresa gënjeshtrash, manipulimesh dhe frike. Dhe kjo është trashëgimia e dosjes së zhdukur. Në vitin 2023, një arkivist i moshuar në Rom po pastronte një depo të vjetër të Ministrisë së Punëve të Jashtme italiane. Atje ai gjeti një kuti kartonash të shënuar Shqipëri, ndihma humanitare, konfidenciale, për t'u asgjësuar. Brenda saj, qindra faqe dokumente që nuk duhej të ekzistonin më. Kontrata të nënshkruara mes kompanive italiane dhe zyrtarëve shqiptar. Fatura të fryera për transport që nuk ishte kryer kurrë. Lista të detajuara të ngarkesave që kishin humbur mes portit të Durrësit dhe destinacionit final. Dhe më shqetësuese, një raport i brendshëm i Smith që identifikonte me emër e mbiemër politikan italian që kishin marrë rishfete nga fondet e ndihmave. Emra të mëdhenj. Njerëz që sot janë senator, kryetar bashkish, drejtues kompanish. Arkivisti, një njeri i thjeshtë që kishte punuar 30 vjet në heshtje, mori një vendim që ndryshoi gjithçka. Ai nuk e asgjësoi kutin. Ai e fotografoi çdo faqe. Dhe ja dërgoi kopjet një gazetari investigativ në Tiranë. Por para se gazetari të mund t'i publikonte dokumentet, diçka e çuditshme ndodhi. Arkivisti italian vdiq nga sulm në zemër në moshën 65 vjeç. Apartamenti i tij u grabi. Kompjuteri i tij u vodh. Dhe gazetari shqiptar mori një telefonat në mes të natës, dokumentet që ke marrë janë false. Nëse i publikon, do të paditim për shpifje. Dhe do të humbasësh gjithçka. Gazetari, i friksuar për familjen e tij, i dogji dokumentet. Por jo para se t'i kishte treguar një kopje një personi të vetëm, një ish antar të kabinetit të Fatos Nanos, që sot jeton në Mërgim dhe nuk guxon të kthehet në Shqipëri. Ky person, që kërkoi të mbetet plotësisht anonim, pranoi të fliste për herë të parë. Dhe ajo që ai tregoi e shpjegon gjithçka. Dosja origjinale që u zhduk nga gjykata e Tiranës në mars të vitit 1997 nuk ishte e vetmja kopje, thot ky burim, zëri i tij i lodhur dhe i thyer. Ekzistonin 3 kopje të plota. Njëra ishte në gjykatë. Tjetra ishte në arkivat e kontrollit të lartë të shtetit. Dhe e treta ishte në zyrën personale të Sali Berishës në presidencë. Kur dosja e gjykatës u dogj, të gjithë mendonin se e vërteta kishte vdekur. Por Berisha ende e kishte kopjen e tij. Dhe Nano e dinte këtë.
Prandaj, kur ai u bë kryeministër në korrik të vitit 1997, ai nuk kërkoi drejtësi. Ai kërkoi një marrëveshje. Sipas këtij dëshmitari, Nano dhe Berisha u takuan në fshehtësi në gusht të vitit 1997, në një vilë private jashtë Tiranës. Askush tjetër nuk ishte prezent. Ata folën për 4 orë. Dhe në fund të asaj takimi, ata arritën një pakt: Berisha do t'i jepte Nanos kopjen e fundit të dosjes. Në këmbim, Nano nuk do ta ndjek Berishën për krimet e regjimit të tij. Të dy do të heshnin për të kaluarën. Të dy do të mbronin sekretet e njëri tjetrit. Sepse të dy kishin diçka për të fshehur. Dhe të dy e dinin se nëse njëri do të binte, tjetri do të binte bashkë me të. Kjo marrëveshje e fshehtë shpjegon shumë gjëra që nuk kanë pasur kurrë kuptim. Shpjegon pse Nano nuk e përdori kthimin e tij në pushtet për të hakmarrë kundër Berishës. Shpjegon pse Berisha nuk e kundërshtoi shfaqësimin e Nanos në vitin 1999. Shpjegon pse të dy vazhduan të luftonin publikisht, por kur nuk e kaluan vijën e kuqe që do t'i kishte shkatëruar të dy. Ishte një luftë e kontrolluar, një teatër politik ku të dy aktorët e dinin se ku të ndalonin. Sepse nën sipërfaqen e urrejtjes publike ekzistonte një pakt i heshtur, asnjëri nuk do ta shkatëronte tjetrin plotësisht, sepse kjo do të nënkuptonte vetë shkatërimin. Ishte një ekuilibër i frikshëm, i ndërtuar mbi sekrete të përbashkëta dhe frikë reciproke. Dhe ky ekuilibër mbajti për 25 vjet. Deri sot. Sepse tani, me vdekjen e arkivistit italian dhe zhdukjen e dokumenteve të reja, dikush po përpiqet të mbyllë përgjithmonë çdo mundësi që e vërteta të dalë në dritë. Dikush që ka ende shumë për të humbur. Dikush që di se nëse e vërteta zbulohet, jo vetëm Nano dhe Berisha do të bien, por një sistem i tërë korrupsioni që lidh Tiranën me Romën, politikën me krimin e organizuar, do të shpërthejë. Dhe kjo është arsyeja pse dosja duhet të mbetet e humbur përgjithmonë. Por le të flasim për diçka që askush nuk ka diskutuar kurrë. Çfarë ndodhi me paratë? $8 milion nuk zhduken thjesht në ajër. Ato shkojnë diku. Ato investohen, pastrohen, shpërndahen. Dhe nëse ndiqni gjurmën e parave, ajo ju çon në vende shumë të çuditshme. Një hetim i kryer nga një organizatë ndërkombëtare antikorrupsion në vitin 2010 zbuloi një gjurmë të rëndësishme. Në vitet 1991 deri 1993, një sër kompanish fantazm u regjistruan në Zvicër, Luksemburg dhe Ishujt Virgjin Britanik. Këto kompani nuk kishin asnjë aktivitet real biznesi. Por ato kishin llogari bankare që merrnin transferta të mëdha nga kompani italiane që transportonin ndihma humanitare në Shqipëri. Parat hynin në këto llogari, qëndronin atje për disa muaj dhe pastaj transferoheshin në llogari të tjera, në vende të tjera, duke krijuar një labirint kaq të komplikuar sa asnjë hetues nuk mund ta ndiqte. Por disa gjurmë mbijetuan. Dhe ato gjurmë tregojnë se një pjesë e këtyre parave u investuan në pasuri të paluajtshme në Itali, Greqi dhe Zvicër. Vila luksoze në Bregdetin e Amalfit. Apartamente në qendër të Athinës. Qalet në Alpet zvicerane. Të gjitha të blera mes viteve 1994 dhe 1996. Të gjitha të regjistruara në emra kompanish offshore. Dhe të gjitha ende në pronësi të personave që nuk mund të identifikohen, sepse strukturat ligjore janë ndërtuar posaçërisht për të fshehur identitetin e pronarëve të vërtetë. Kush janë këta pronar? Një burim i brendshëm në një bankë zvicerane që foli në kushte anonimiteti të plot, tregoi një detaj tronditës. Ai tha, në vitin 1995, një klient erdhi në bankën tonë për të hapur një llogari private. Ai solli me vete $5 milion në para të gatshme. Kur e pyetëm për origjinën e parave, ai tha se ishin nga shitja e pronave familjare në Shqipëri. Por ne e dinim se kjo ishte e pamundur. Askush në Shqipëri në atë kohë nuk kishte $5 milion nga shitja e pronave. Megjithatë, ne hapëm llogarinë. Sepse kështu funksionon sistemi. Nëse ke para, askush nuk bën pyetje. Ky klient, sipas burimit, ishte një shtetas shqiptar që kishte lidhje të ngushta me qeverinë e asaj kohe. Emri i tij nuk mund të zbulohet për arsye ligjore. Por nëse do të kontrollonit listën e zyrtarëve të lartë që punonin në Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Tregtisë, rezultati do të ishte i qartë. Fjala është për vitet 1991 deri 1993.
Do të gjenit vetëm një emër që përputhet me këtë përshkrim. Dhe ky person jeton sot një jetë luksoze në Evropën perëndimore, larg Shqipërisë, larg pyetjeve, larg drejtësisë. Por historia bëhet edhe më e errët. Sepse nuk ishin vetëm politikanët shqiptarë që përfituan. Sipas dokumenteve që arkivisti italian gjeti para se të vdiste, ekzistonte një rrjet i gjerë korrupsioni. Ky rrjet përfshinte zyrtarë të lartë italian, disa prej të cilëve ishin të lidhur me Partinë Socialiste Italiane të Bettino Craxi. Craxi ishte ish kryeministri italian që u detyrua të largohej nga Italia në vitin 1994 për të shmangur burgosjen për korrupsion. Ai kishte ndërtuar një sistem ku ndihmat e huaja përdoreshin si mjet për të financuar partinë e tij dhe për të pasuruar aleatët e tij. Shqipëria ishte vetëm një nga shumë vende ku ky sistem funksionoi. Por ishte një rast perfekt, një vend i varfër, kaotik, pa institucione të forta, ku askush nuk do të bënte pyetje. Parat rrjedhin nga buxheti italian në emër të ndihmës humanitare. Një pjesë e tyre arrinte në Shqipëri. Pjesa tjetër kthehej në Itali si rishfete për politikanët që kishin miratuar ndihma. Ishte një cikël perfekt. Dhe funksionoi për vite të tëra derisa skandali Tangentopoli e shkatërroi sistemin. Por deri atëherë miliona dollar ishin vjedhur. Dhe askush nuk u ndëshkua kurrë. Tani, le të bëjmë pyetjen që të gjithë shmangen, a ishte Fatos Nano pjesë e këtij sistemi? A mori ai para personalisht nga ndihmat e vjedhura? Apo ishte ai thjesht një lider i dobët që nuk kishte kontroll mbi njerëzit e tij? E vërteta, sipas burimeve që kanë folur, është diku në mes. Nano nuk ishte arkitekti kryesor i skemës. Ai nuk ishte njeriu që planifikoi vjedhjen. Por ai e dinte se diçka po shkonte keq. Ai kishte marrë raporte. Ai kishte parë shifrat. Ai kishte dëgjuar zërat. Dhe ai zgjodhi të mos vepronte. Pse? Sepse ai ishte i rrethuar nga njerëz më të fuqishëm se ai. Njerëz që kishin lidhje me shërbimet sekrete, me krimin e organizuar, me politikan të huaj. Njerëz që mund ta shkatërronin atë nëse ai do të përpiqej t'i ndalonte. Prandaj, ai mbajti sytë mbyllur. Ai nënshkroi dokumentet që i vunë përpara. Ai shpresoi se skandali nuk do të zbulohej. Por u zbulua. Dhe ai pagoi çmimin. Jo sepse ishte më fajtor se të tjerët, por sepse ai ishte më i dobët. Dhe në politik, të dobëtit janë gjithmonë ata që sakrifikohen. Por edhe nëse pranojmë se Nano ishte një viktimë e një sistemi që nuk mund ta kontrollonte, kjo nuk e shpjegon se çfarë ndodhi pas daljes së tij nga burgu. Sepse kur ai u bë kryeministër në vitin 1997, ai kishte pushtetin për të hapur një hetim të ri. Ai kishte pushtetin për të ndjekur të gjithë të përfshirët. Ai kishte pushtetin për të kërkuar nga Italia ekstradimin e zyrtarëve të korruptuar. Por ai nuk bëri asgjë nga kjo. Pse? Sepse ai e dinte se nëse do të hapte kutinë e Pandorës, ai vetë do të përfshihej. Sepse edhe nëse ai nuk kishte vjedhur personalisht, ai kishte qenë pjesë e sistemit. Ai kishte nënshkruar dokumentet. Ai kishte mbyllur sytë. Dhe nëse do të fillonte të ndjekte të tjerët, ata do ta tërhiqnin edhe atë poshtë. Prandaj, ai zgjodhi heshtjen. Ai zgjodhi të zhdukë dosjen. Ai zgjodhi të bëjë një pakt me Berishën. Sepse kjo ishte mënyra e vetme për të mbijetuar. Ishte një zgjedhje e ftohtë, e llogaritshme, e pamëshirshme. Por ishte zgjedhja e vetme që ai kishte. Dhe kështu, historia e dosjes së zhdukur u bë një legjendë. Një mister që askush nuk mund ta zgjidhte. Një sekret që të gjithë e dinin, por askush nuk guxonte ta fliste. Një e vërtet që ishte varrosur në shtresa gënjeshtrash, frike dhe interes personal. Dhe sot, 28 vjet më vonë, ne jemi ende këtu, duke bërë të njëjtat pyetje. Ku është dosja? Kush e zhduku? Çfarë përmbante ajo? Ku shkuan paratë? Kush ishte fajtor? Dhe pse askush nuk u ndëshkua kurrë? Këto janë pyetjet që nuk kanë marrë kurrë përgjigje. Dhe ndoshta nuk do të marrin kurrë. Sepse ata që dinë të vërtetën janë ose të vdekur, ose të heshtur, ose të frikësuar. Dhe ata që kanë pushtetin për të zbuluar të vërtetën nuk kanë interes ta bëjnë. Sepse e vërteta do t'i shkatëronte të gjithë. Dhe askush nuk dëshiron vetë shkatërimin. Prandaj, dosja mbetet e humbur.
Prandaj, e vërteta mbetet e varrosur. Prandaj, historia vazhdon të përsëritet. Sepse pa drejtësi për të kaluarën, nuk mund të ketë drejtësi për të ardhmen. Çfarë ndodhi me njerëzit që ishin në qendër të kësaj historie? Fatos Nano doli nga burgu si një hero, u bë kryeministër 3 herë dhe sot jeton një jetë të qetë larg politikës. Ai nuk ka folur kur publikisht për dosjen e zhdukur. Ai nuk ka pranuar kur fajsin. Dhe ai nuk ka kërkuar kur falje nga familjet që vuajtën nga uria ndërsa ndihmat zhduken. Sali Berisha vazhdoi të dominojë politikën shqiptare për dekada. Ai u bë kryeministër, ndërtoi një regjim të ri dhe sot, edhe pse i moshuar dhe i akuzuar për korrupsion, ai ende lufton për të mbrojtur trashëgimin e tij. Ai nuk ka pranuar kur se gjyqi kundër Nanos ishte i manipuluar. Dhe ai nuk ka zbuluar kur se çfarë përmbante kopja e dosjes që ai mbante në zyrën e tij. Bashkim Gazidede, ish shefi i shërbimeve sekrete, vdiq në mërgim pa folur kurrë. Sekretet e tij vdiqën bashkë me të. Blerim Çela, audituesit që zbuloi skandalin, u largua nga jeta publike dhe nuk ka dhënë kur intervista. Ai di diçka që nuk guxon ta thotë. Dhe politikanët italianë që përfituan nga korrupsioni vazhduan karrierat e tyre të suksesshme, të mbrojtur nga ligjet e fortë të privatësisë dhe nga heshtja e shërbimeve sekrete. Por çfarë ndodhi me popullin shqiptar? Ata që vuajtën nga uria në vitin 1991 nuk morën kur drejtësi. Familjet që humbën të dashurit e tyre nga sëmundje të kurueshme sepse ilaçet u dogjën në depove nuk morën kur shpjegime. Fëmijët që u rritën në varfëri sepse ndihmat u vodhen nuk morën kur kompensim. Dhe vendi që duhej të ndërtohej mbi drejtësi dhe transparencë u ndërtua mbi gënjeshtra dhe sekrete. Kjo është trashëgimia e dosjes së zhdukur. Kjo është çmimi që Shqipëria pagoi për heshtjen e saj. Dhe kjo është arsyeja pse, edhe sot, korrupsioni vazhdon të jetë një plagë e hapur në trupin e shoqërisë shqiptare. Sepse nëse nuk ka drejtësi për të kaluarën, nuk mund të ketë besim për të ardhmen. Por pyetja më e madhe mbetet, a do të zbulohet ndonjëherë e vërteta? A ekziston ende diku një kopje e dosjes? A do të guxojë dikush të flasë? Apo sekreti do të mbetet i varrosur përgjithmonë, bashkë me ata që e dinë atë? Dhe nëse e vërteta nuk zbulohet kur, çfarë do të thotë kjo për ne si shoqëri? A jemi të dënuar të jetojmë në një botë ku të fuqishmit nuk mbajnë kur përgjegjësi? Ku dosjet zhduken kur bëhen të bezdishme? Ku e vërteta është një mall që mund të blihet dhe shitet? Apo mund të ndryshojmë? Mund të kërkojmë përgjegjësi? Mund të refuzojmë të harrojmë? Sepse historia e dosjes së zhdukur nuk është vetëm një misteri së kaluarës. Është një paralajmërim për të ardhmen. Dhe nëse nuk mësojmë nga e kaluara, jemi të dënuar ta përsërisim atë. Përgjithmonë. Por kush në të vërtetë ngriti dorën për të nënshkruar urdhrin final? Kush dha komandën që dosja të zhdukej? Dhe më e rëndësishmja, a ekziston ende dikush që di të vërtetën dhe po pret momentin e duhur për ta zbuluar atë? Apo e vërteta tashmë është varrosur kaq thellë sa asnjë gërmim nuk mund ta nxjerrë më në dritë? Këto janë pyetjet që do të na ndjekin përgjithmonë. Sepse disa sekrete janë kaq të mëdha, kaq të rrezikshme, kaq të fuqishme, sa ato nuk mund të zbulohen kur pa shkatëruar gjithçka. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është arsyeja pse dosja me kodin 993.008 do të mbetet përgjithmonë e humbur. Jo sepse nuk ekziston, por sepse ekzistimi i saj është shumë i rrezikshëm për t'u pranuar.